Do doja të ndronim fotografin, njëta fotografi vazhdon të jetë nga pjesa e femiris, ku vazhdojmë me rrugtimin e vështirë të labit, pavarësisht në kohën prap me gjyshen, labi çdo herë është me gjyshen. Gjithmonë. Nështë pak me bëj bajat të vojtë të kohën për të pjesë, po... Edhe unë kam qenë shumë i lidhur me gjyshen dhe prandaj po të kuptoj dhe po të bëj ka shumë pyetje për gjyshen. Halonja po mëj, Saron, do me thonë më mësu me humbjen e saj, besam një, kështu që besoj që më mirë kuptoni këtë pjesë, është pjesë e rëndësishme. Absolutisht, është shumë e ndihshme. Edhe një fotografi tjetër e Luz Benartin ku ka qenë pjesë po e themi kur ka nis lufta e mbijetesës për labin. Klasa e parë, shkolla, takimi me shumë fëmijë, takimi me të panjohur, me mësimdhënës, me një... dhe kemi rrumbullaksuar për ta njohur edhe shikuesit labin. Këtu filloi lufta për ty lab. Po, tu ka fillu gjithçka. I vogël, por ndjesia e ashpër. Tregoma atë ndjesinë e kësaj kohe. A të thonin... Gjithmonë duke u tërheq nga të tjerë dhe gjithmonë duke shku në një rrugë, s'po di qorën, se guxoj me thonë ç'është. Nuk e di pse mendoj që gjithmonë jam kon targeti i këtyre njerëzve që kanë dalë gjithmonë me ngacmuar dhe më mbullizu. Mendoj që jam kon një farë ushqimi për ta, me thonë të drejtën. Po, gjithçka ka nis këto. Dhe ka dhe për këtyre që ndoshta më kanë bënë herë më një keq, po sot është pak më ndryshe situata, por si fëmijë normal që ka lënë gjurmë shumë të mëdha. Cila është fjala që tu ka ngulit në kokë, që të ka lëndu më shumë ti prej kësaj periudhe? Ose ngacmimi më i rëndë që tu ka bë? Shumë. Nuk në këtë rast po duam me kursy vetëm për shkak që nuk po duam ndoshta me ngarkuar emocionalisht vetëm, kështu që ka shumë. Ideja, më fal, nëse ta bona këtë pyetje është për shkak se atje jashtë ka plot njerëz, vajza e djem, që i përjetojnë ato thonje, edhe që i ndëgjojnë ato thonje, edhe që i përbijnë ato thonje, edhe që duhet me mbijetu nga ato thonje. Edhe veç dishta me ndo se përbis shumë. Më që ja ke dalë ti, ja dalin dhe ata që po na ndjekin pastaj. Unë e shpresoj që sa do pak marrin gjithçka dhe prej nesh që kemi kaluar ka gjithë sfida shumë të mëdha dhe rrugtim të vështirë. Përbis ka shumë fjalë, Saron, cilat për ne janë shumë, s'po di, nuk po duam të tingëllojmë ndoshta edhe viktim në sinë e publikut. Absolutisht, ti vetëm viktim nuk je lab. Mendoj që po vetë distancimi dhe mënyra që janë sill, mendoj që ajo është gjoja më e ligë dhe më e keq që mund me mja bë dikujt. Edhe kjo ka vazhdu, e ndrojmë Benart fotografin, ka vazhdu edhe gjatë viteve kur ke qenë pak më i madh, pavarësisht që ti ke qenë social, ke tentu me u shoqënu, po prap ke qenë goxha i kufizuar, ndoshta edhe ke pas ndjesinë që nuk po pranohesh mirë. Ajo është vërejt gjithmonë, Saron, do me thënë gjithmonë kudo që kom shku, kudo që kom marrë hapa gati të rëndësishëm, gjithmonë paraqitja ka qenë tamam ashtu shabllon që ti, do me thënë, në start ti ki mu penalizu. Vetë nuk e kuptoj pse, kjo ka vazhdu të në kohës. Prej kësaj fotografisë ka një gjithçka edhe ma deri më tashmë jo, po gjithsesi deri në universitet ka pas gjatë alla. Tani ka qenë operacioni i dytë prap gjatë fëminisë, apo? Po ka qenë masnim pas luftës, nuk ka rezultuar shumë me sukses, si gjithmonë që na i lajmë gjanat qashtu qysh na menojmë, qashtu qysh na dojmë, jom pas operuar në Prishtinë, në QKUK, edhe nuk ka shku me shumë sukses, po... Pse po thu? Po s'ka shku shumë me sukses. Do me thonë, nuk është që do rezultat që është duhet. Jam zhgënjur pak prej kësaj pjesë, me thonë drejt jam zhgënjur shumë, se nuk është që kam punu me shumë dashni për dikon që thjesht ka nevojë. Nuk është shumë e rëndësishme që gjysh mushtri njeri me në spitale dhe mas njeti me bo punën shkelja dhe shko, edhe kjo pa. Dhe gjithmonë, me që po flasim për fëminin tone edhe për vështësit tua, sepse dashur meq, jo çdo herë duhet ta gjykojmë njërin për pamjen fizike. Madje, gjithmonë duhet t'japim hapësirë njerëzve t'ja njohim anën shpirtërore dhe luftën e tij të brendshme, siç e ka bërë labi, sa është një gazetar shumë i mirë i Zoti punëtor, dikur nuk i jepej kjo hapësirë. Por ka pas njerëz që në rrugtimin tonë, përveç prindërve dhe gjyshës, që kanë qenë ta themi përveç krahyet të djashtë,
djathtë po ashtu kanë qenë edhe shtëc të mëdhaj që ti me hecë. Ndërta kanë qenë edhe dialogët, nëse s'gaboj. E kemi një fotografi, Labi Beb, i lastuar shumë nga dajët. Shumë. Duket që kanë lastuar ma shumë se që duhet. Po, shumë. Për shpresoj e Benartin e Lus të na vendosë dhe fotografinë tjetër. Shumë, dhe më tonë lidhja edhe me ta ka qenë shumë e ngushtë dhe vazhdojnë edhe sot, për sot dhe më tonë kanë ndryshu gjonat edhe nuk është që nështë jemi shumë kontakte, po ta është gjithysh nështë ja kom sjell qatë komoditet që me më po në televizion, po edhe këto dhe më tonë shumë i vogël, po shihet ma dhe prej sjelljeve të mia që I lazdruar. shumë, dhe më tonë se di, nështë ta që jëmë konë fëmijë vetëm edhe më kanë lazdru shumë, kjo është doja dhe më tonë tjetër, një doja larë, kjo është i vogli, kështu që dashni shumë të madh, gjithmonë kanë ditë me më ndonë dashni, edhe nështë ato një kom ditë më ndonë shumë edhe atyne. Po, gjithmonë edhe reflekton lap shumë këtë pozitivitetin të njerëz. Prandaj edhe je këtu ku je, sepse më në fund njerëz dhe kanë qelë zemrën edhe të kanë po për mrenda edhe pa dosh me të gjyku.